Mirë se gjeta, si e? Shumë kratësi të të presë në studio, faleminderit për kohën. Hajde të ratohemi, të lutem. Intervista më ndryshe, ju lutem ratoni, nga... Me hje kravatën? Jo, me qëtë se kjo arme të... Por biseda do tjetë pa kravat. Kjo një gjë e sigurt, mbase edhe nga eksperienca tona të mëhershme të bashkëbisedimeve televizive që kemi pas. Po të faleminderit shumë për kohën. Kemi me tentu me relaksu, edhe pse halojem në orarë punës. A s'ka përfundu? A është të pështirë me dalë për këti orarit punës kur je në botën e politikës? Në fakt, mendoj që është knatësi, adin mës me marrë shumë si obligim, se mandej bëhet peshë e rondë. Po, për mrena ditës mundet mu kriju diversitet edhe i temave, edhe i çështjeve, po edhe në njerëz, kur takohesh e bëjnë një farë rifreskimi mrena vetës. Për ndryshe kish me qenë monotone edhe e rondë, nëse ish konsideru kështu mënyrë strikte si një gjë që ndodhë për çdo ditë. A të shtërhesh në njëherë vrejtja, po vazhdoj me këtë temën nga dikush i familjes, apo nga mish që vinë nga jashtë fushës së politikës, duke thënë, a këtë lutem dalu se mjaft me politikë, mjaft me zhvillimet në vend. Shumë shpesh. Kush e bën më shpesh këtë? Kjo e qenë një varë teme që e bën shumë ma serioze bisedën se sa veç, po këtu politika konsiderohet si çështje në dytë, si profesion ku do të me rajt, do të me shtrëmbru të vërtetën, me qenë dallavergji, rrjedhimisht para se me hynë në bërthom të individit, konsiderohesh si kur je pjesë e një ekipi i cili realisht kur gjë nuk bën në të mirën e publikut, po politika është një farë hapësire ku punon për veten ose për një grup njerëzve caktuar që unë nuk e përjetoj fare në atë formë, edhe çfarë do pozite që kam bajt për brenda spektrit politik, unë konsideroj që është mision i shejt. Nëse në kaluarën ka qenë mision me qenë preft ose hoxh për me ndihmu qytetarëve e popullit me kalu sfidat, çfarë do që jenë ato, mendoj që sot politika është arti së mundshmën, edhe është e vetmja formë se si mundet mu kriju platformë edhe për avancim, po edhe për mundësit. Qështu e shohun spaku angazhimin tim për brenda politikës, që është një farë impenimi i jashtëzakonshëm, e merr energji jo vetëm tonën, po edhe çatyre njerëzve që po thotë për rreth, sepse e natyrshme ju mungon shumë, plus që prezenca jote e ndryshon edhe dinamikën edhe të bisedave, edhe ngjarjeve, edhe të përgjithsisht edhe jetës. Sepse jo rrallë herë janë ndikum, bile para se me hynë në emision, ishim të bisedu me këtë përkrasin e emisionit juj, që sot në Kosovë hapësira mbrana cilit veprojmë është hapësira mbushur me fyrje, gjuhë derogative, ku nuk kursehen as antarët e familjes, nuk kursehen as miqt, me një farë lloj paragjykimi pa fakte, sidomos me... Çka mendon që e nxit këto? Kush janë indikatorët apo faktorët që po e bojnë një shoqëni me u duk kështu si kjo? Mbi të gjitha mendoj mendimi kritik. Mungesa e mendimit kritik, edhe vjen këtë që do të... Me generalizua? Si ide generalizuese, po në momentin kur fillon fyrja, nuk ka më busol apo matës që orienton sepse dikush do ta marrë mundin me ullë, mu shkru, ose me thirr dikon telefon edhe me fyme, me fjalë cilat ne i shohim për çdo ditë të u përdor, po kjo e ka një farë burimi. Në mungesë të një vizioni, që po më duket shoqëria jonë është e kalu pikërisht çatë fazë, që kemi pas ide të mëdha për pavarësi, për çlirim, për respekt ndaj njëri tjetrit, për një solidaritet të plot, tash kemi kalu me një farë lloçi të përgjithshëm shoqëror, ku në vend se institucionet edhe politika ta orientojnë në drejtim të vlerave shoqërinë, rruga edhe rrugaçët, kërkoj falje për krejt ata që mund të preken e nuk janë pjesë këtij vorbulli, po ne duhet ta themi hapur që rruga ka hyrë brenda institucioneve, rruga është bardh, gjuha e rrugës është bardh brenda marrëdhënieve ndërnjerëzore, edhe kemi ardhur në një farë lloj fragmentimi i cili e përmbush njeriu vetëm kur shon, vetëm kur fyn,
A i bje kjo që opinioni, pra qytetarët, ndihen pak më të lirshëm ta thonë kaq lirshëm këtë fyerjen, urrejtjen, kur e ka një model përpara, dhe një model që mban një pozitë mbi supe. Jo, unë mendoj që ne kemi kriju sikur tabu temën e vlerave në shoqërinë tonë, nuk jemi ka flasim për vlerën, nuk jemi ka flasim për respektin, paragjykojmë, për shembull, shpesh e them për me relaksu dhe bisedën, një ndër fyrjet më të mëdha që i marron është Leshkuqi, nuk e ka desht as Muhameti, ky është Leshkuq, Leshverdh. Ideja është që duhet me gjetë një element që e përmbush njeriu i cili nuk e fut mendimin kritik për brenda kokës një dhe nuk e çon kokën fare për atë se çfarë mund të lëndojnë brenda shoqërisë. Unë mendoj që edhe kjo ideja e fenomeneve të cilat por ndodhin me shumë shpejtësi, si depresioni, vrasjet, vetvrasjet, janë pasojë edhe prodhim i një shoqërie që ka fillu mos me u kujdes për njëri tjetrin, edhe pa pardon është përbrenda diskursit i cili realisht krijon hapësirë të dhimbjes, jo të një debati konstruktiv, jo të një përplasje të ideve, jo të një formulimi çështjeve bazuar në fenomene, e në lexim në krahasim me shoqëri tjera zhvilluara, por në mendsinë e militantizmit politik ose të një klase e cila ka përfunduar leximin në shkollën fillore. Nuk shkon matutje, nuk kultivohet më shpirti i një njeriu solidar dhe njeriu i cili e do para se me urrejt. E përfshin para se me përjashtu. Jemi bo shoqëri e cila përjashtimin e shohim si zotësi, më talshu, si thot gjuha popullit, duke si kur e boj zoti. Në fakt, këto janë fenomene shumë të rrezikshme sepse po na promovohet jo vlera për mbrana shoqërisë. Në gjithë këtë rrugtimin tënd politik, a ka diçka që sot mes vendimeve edhe qëndrimeve që ke pas, diçka që sot me veten e flet edhe e mendon me e bo ndryshe? Natyrisht, rrugtimi është gjithmonë edhe mësim, qoftë pasiv, qoftë aktiv. Edhe sikur të kisha linë njëherë prej fillimit, besoj që rrugtimin e kisha bot njëjtë, natyrisht me më pak shprehi për me ja vështirësu jetën vetës, po prej natyrës unë jam njeri që tentoj me sfidu në rrethona e në format ndryshme vetën. Çka kisha bo ndryshe është që kjo ideja e shpejtësisë me cilën unë mendoj që unë kryj punë. E ndonjëherë nuk e kum po që ajo shpejtësi realisht ose ka lënë njerëz mrapa, ose njëjtën kohë ka kriju një farloj, mos me thonë armiqësi, po ma shumë një farë xhelozie e mbrëmshme e cila nuk shpjegohet lehtë. Tash, se cili prej ne kena provoja ndryshme, më thonë mu me bo punën tonë, sigurisht që e bëj me hapat kërmillit, sepse duhet me mësu punën tonë. Po unë e kom bu punën tem, realisht, aty ku jam hy, deri tash në një karrierë gati tash 25 vjeçare, që nga përfundimi i luftës e deri tani në rrethona e shtetet ndryshme, po unë aty ku ndjem mirë është fakti që edhe gabimet që kam bo, i kam pronësi unë i marrë në pronësi, sepse janë gabimet cilat janë bo në bazë një vendimi që kam marrë. Tani, sigurisht që asë një... A kanë arrit këto që të thyen edhe shpirtresht në njëherë? Me siguri po... Krahas egos profesionale, kalkulimeve tjera? Me siguri po, veç unë menoj që këto thyrje janë mësimet më të mëdha të mundshme që mundet njeriu me i marrë. Për shembull, 3 vite në Afganistan, si 28-9 vjeçar me një përgjithësi jashtëzakonisht madhe, nuk po e them këto për mburje, po për mësimin që e kam marrë. Mas 3 viteve unë e kisha mri kulmin e angazhimit tim. Edhe insistimi im ishte me vazhdu edhe me tutje, po ishin edhe do rrethona tjera që më orientonin ndika tjetër. Do thotë, ka momente në jetë kur ti e merr vendimin për me vazhdu një gjë ose me bo një gjë, po jo domosdoshmërisht që ajo është hapi më i mirë pas një faze të caktuar. Do thotë, çka kisha bo ndryshe është që ndonjëherë me kriju një distancë
edhe me marrë një kohë mjaftueshme për me mujt me analizu edhe me marrë me gjykim plot, ma të ftoht situatën edhe vendimin e radhës. Por ne jemi krijes e rrethit, e impulseve që marrim, formës që rritemi, i gjasojmë edhe rrethonave në cilat jemi një kohë gjatë edhe si student, po edhe kohën e menjëhershme pas luftës, ne jemi, mendoj unë, personalitetet krijume, cilat përveç se kemi mbjetu, njëjtën kohë kemi pas një bartje traumave, edhe gjeneratave të kaluara, edhe traumës tonë, cilat ndikojnë jashtëzakonisht shumë për formën e mendimit, edhe formën e vendimeve që marrim. Më përmendet edhe periudhën në Afganistan, dhe në fakt dim që shumë shqiptar, shumë prej viteve të tyre të jetesës i kanë kalu atje duke punu edhe që janë detyruar të fitojnë sigurisht të ardhurat për familjen e tyre. Çka janë disa mite që ekzistojnë për Afganistanin, por që i dëgjon pra vazhdimisht dhe nga eksperienca jote e ke kuptuar ndoshta edhe vetë që nuk qenë ka ashtu siç flitet. Tani fati ka qenë që unë kam shku në 2003 në Afganistan në një kohë të lullëzimit të mundshëm, një projekti të jashtëzakonisht të madh, pas intervenimit që është bërë atje, edhe për një mend popullata, që është një popullat shumë diverse, nga përbërja etnike, ke dikun 65-70% janë pashtu, që flasin një gjuhë që është po ashtu unike si gjuha shqipe, kanë një kod, si që është të ne kod i Lek Dugaxhinit, ata kanë kodin e Pashtun Vali, që rregullon, ose ka rregullu, në fakt vazhdon me rregullu një pjesë të madhe të jetës publike dhe marrëdhënieve, që do të thotë që nuk është shoqëri që shihet prej, si themi, perceptimit, fotografive dhe të filmimeve, po i ka rregullat e veta. Nëse na flasim për vitin 2025 këtu, sepse i takojmë një kalendari, një kontinentit që ka ecë me një shpejtësi ndryshe, atje është në rrethona normale jeta të u zhvillu drejt një evolucioni shoqërisë me traditat, normat, kulturën që e kanë. Që është ka elemente jashtëzakonisht shumë pozitive në kuptimin e formës se ku është ajo shoqëri, edhe tash varet ku do shkoj normalisht. Por një gjë që duhet kuptu që është po ashtu shumë e ngjashme me neve është pozita gjeografike. Afganistani ka ndo gjitha shtetet e Bashkimit Sovjetit, që është Tagjikistani, Turkmenistani, Kirgistani, për me dalë në det tek Pakistani në Karachi. Rrjedhimisht kjo pozitë strategjike e territorit Afganistanit ka qenë synimi i pushtuesve, për me kalu kanalet e energjisë edhe tregtia dhe gjitha ato, kjo është arsyeja pse pushtuesit e kanë synu. Dhe në njëjtën kohë kjo e ka prodhu një patriotizëm e nacionalizëm të jashtëzakonshëm, që ata kanë luftu prej Aleksandrit të Madh, kërkush s'u ne ka pushtu Afganistanit, rusët kanë tentu, s'u ne kanë majt. Edhe Amerikanë, besa, në herën e fundit, jo që kanë tentu veç me pushtu, ka qenë pjesë e investimeve të mëdha për me avancu shoqërinë, po e ka rrjedhën e vet ajo shoqëri. E ka edhe frikën e vet, edhe traumën e vet, e thamë edhe më herët. Plus është e ndame, diku mbi 40 milion pashtu jetojnë pjesën e Afganistanit, në fatari që është ajo formula e vjetër e britanesëve për çaje sundo. Kur s'kan mujt me i sundu, jenë mundu me i përqa. Edhe, me thonë drejten, shumë gjona që gjykohen ose para gjykohen prej së largu, derisa nuk i prek njeriu me dorën e vet edhe nuk e jeton për ditëshmërinë aty, e ka shumë vështirë në artë e përfundimi. Rrjedhimisht, nështë për idenë e asaj që ka muj me nxjerrë është që është një shoqëni fascinuese për reziliencë, për mbijetesë, për luftën që e bojnë për veten e tyne dhe vlerat që kanë. Nuk është se është radikalizëm në kuptimin religiöz fare, janë shumë e shumë sekular se sa që shihen, afërsisht edhe sikur ne, në kuptimin evolutiv. Po flas, po
unë shpresoj që ata do e gjejnë rrugën e vetë, tash Talibanët janë kthy në pushtet. Fatkeqësisht gjendja e drejtës së femrave grave është e mjerueshme, e cungume. Por në njëjtën kohë nuk është se para 5-60 viteve edhe këtu te ne s'ka pas ndikim që ajo forma patriarkale të mendumit kundrejt rreziqeve që nuk e ka shtyp edhe gruan edhe tek ne. Prej formave të ndryshme që ka pas këto. Pas ato të cilat janë kalu dhe sot qëndruajmë shumë më mirë. E nëse të pyes për diçka tjetër ose për 2-3 gjëra që t'i arrit të gjitha edhe ta përmbledhim më shkurt, nëse të pyes për diçka pozitive, 2-3 elemente pozitive të Kosovës, qoftë në mentalitetin që si shoqëri kanë arrit të ndërtojnë, qoftë edhe nga ana infrastrukturore, pse jo, diçka që ndoshta duke pas parasysh gjithë historikun edhe përjetimin e luftës, diçka që Hakiu e ka mendu gjithmonë, po ndoshta se ka besu që ka me mbri gjallë për me pa në Kosovë. Ka shumë, unë mendoj që ka shumë. Një prej gjonave që mu më fascinon të individi kosovar, shqiptar në Kosovë është që ajo iniciativa për kundër mungesës faktorëve që ngrisin e të motivojnë, për kundër mungesës plot dorës institucionale, individi këtu e ka rikthy vetën në iniciativë. Kemi vajza, gra, djemë të ri, burra, cilët i kanë hyrë tregut botror në art, kultur, industri, ndryshme, edhe mu më fascinon, edhe më jep shpresë që realisht që ky faktori njeri i këtij vendi ka me mri me bo edhe sistemin edhe institucionet që në të ardhmen mos mi pas individi si themi të vështira rrugt çfarë i kanë pas ose i kanë edhe sot për me deportu edhe me qenë pjesë e trendeve dhe zhvillimeve botrore. Që ky vend i vogël me 1,5 milion 2 milion njerëz sot ka emra në përbot që punojnë institucionet më të rëndësishme të vendeve të ndryshme, po edhe të qeverisjes globale, në sektor, prej filmit, e artit, e veshjes, dizajnit, kulturës, zbulimeve, kjo është fuqish jashtëzakonisht e madhe. Ja kanë arrit me këmbët e veta. E veta. Ndëgjom, tash, nëse më pyet mu, po ty kush të ndihmoj, gjithmonë ka me ekzistu një dorë e ndihmesës, e përkrajës, e motivimit. Por që ata e rëndësishme mendoj që secili prind edhe secili shok e shoqe për rreth që jemi, mos me këqyr me ngulfat energjinë e tjetrit, po me pozitivitet me mujt me stimulu edhe mos me lënë kur gjë pengesë. Shkurt se e di që edhe emisioni e shkurt më kujtohet, në 2001 unë s'kisha as pasaport në atë kohë, se ish koha e unë mikut, lufta, kisha një ftesë për me shku Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe nëse më kujtohet, ka qenë Hans Hakerup, administratori unë mikut, ma dha një cop letër, edhe më tha që me këtë mundesh me marrë vizën në ambasadë Amerikës. Unë isha vetëm, ishin 23 Macedon të përkrahur pe i prindve tyne, se na s'kishim ambasadë atëherë këtu. Edhe thë, ti je ma i miri. Prej që atyne 20-ve, 3 u zgjedhshin me shku në Amerikë me një program studimor. Se cili prej tyne motivuaj gjatë gjithë kohës për përgjigje që kishin mi dhonë në test aty. Edhe thësha, që kjo është, nuk nevojitet ma shumë se sa qaj motivimi i madh që duhet për njerëzve duhur. Sot, për dalë pak të diçka tjetër, me kë kush janë prej figurave politike nga që njohin edhe njerëzve, sigurisht që e telefononi njëri tjetërin më shpesh, qoftë edhe për një kafe qefi ose për të diskutu, për të marrë mendime nga njëri tjetëri për situatë saktume. Tani, sigurisht që rrethi i parë janë njerëzit aty ku jam, prej kryetarit Ramush Haradinaj me zotin Muharrem Nitaj dhe të tjerët e rrethit ngusht, kryetari Gjakova, zoti Gjini, që për gjithë këta kam respekt të jashtëzakonshëm për formën e veprimit politik edhe të mendimit që kanë... E ke mendu ndonjëherë se do të ishe pjesë e aleancës? Tani, kjo historia e afërsisë me aleancën daton shumë
gjatë, domethënë në kohën kur zoti Haradinaj ka qenë kryeministër herën e parë në kohën e tranzicionit, mandej shkoi në Hag, u kthy në pozitat ku kam qenë unë në punë në atë kohë, njerë me qeverinë amerikane, programet e USAID-it e ma vonë si drejtori Rockefeller Brothers Fund për Ballkanin, kanë qenë gjithmonë për brenda një diskutimi të afërt me Aleancën. Po, jashtë Aleancës, nga biç tjerë, figura tjera? Kryesisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonjë nga PDK-ja, zero me lëvizjen vendosje, mi thonë drejtën, qashtu është rrethonat që janë kriju, mandej kemi rujt një raport shumë profesional me profesorin Gola, që ka qenë edhe gjithashtu shok i bankës në parlament me mu, aty, po nuk kemi pas shkëmbime kohëve të fundit në përgjithësi, po me të tjerët është, e thash, është një kështu fush magnetike me shumë energji negative, që është kriju kryesisht nga ideja se do ta pëlqejnë vendimin e të parit. Rrjedhimisht edhe bisedat nuk kanë pas rrjedh normale me pjesën e lëvizjeve të vendosje. Po, natyrisht për mu, nëse flasim për zhvillimet edhe flasim për çështjet që janë të rëndësishme për interesin publik e shtetëror, nuk ka asnjë limit në kuptimin e nivelit shkëmbimeve, absolutisht jo. Okej. Të flas pak se jam edhe në minutat e fundit, du të përmend normalisht edhe familjen, atë edhe nga ku e nisëm që mund të kenë qenë ndoshta prej personave që të kanë kritikuar ndonjëherë për kohën e pamjaftueshme të kaluar me ta rrethona, temat besa që i diskutuam në fillim që mund të kenë qenë ndonjëherë përsëritse për ta. Fëmijët, bashkëshortja, ata janë në Amerikë, sa po është e vështirë kjo largësi mes jush? Tani, ideja është ne, sikur e kemi kriju një farë ekosistemin brenda të cilit jetojmë me marrëveshjen e idesë që unë jam i angazhuar në politikë këtu, kur do që ekziston mundësia me u taku edhe me kalu kohë bashk, e bëjmë. Nuk është më e lehta nëse masim me proceset normale të një familje që është në marrëdhënie tjera, në kuptimin e shihen për çdo ditë, janë të shtëpia për çdo ditë pas orarit. Po rilindja dhe Mjelma janë në New York, të dytë kanë diplomu rilindin në George Washington, Mjelma në New School në New York, tani janë profesionist të ri duke punu në New York. Gjini ka fillu vitin e parë në përfundim në Maryland Loyola University, do thot janë me angazhime, impenime të pafundme. A e ke ndonjëri pikë më të dobët? Po, natyrisht, Gjini është pika më e dobët e mundshme. I vogli i shtëpisë, a? I vogli i shtëpisë, po edhe është interesant se kemi një farë raporti edhe pse që nga lindja, 2005, do thot, koha kur unë kam qenë në Indonezi, kur është rritë mujtë e parë, vitet e para, me gjithat lidhja me të ka qenë jashtëzakonisht e afërt, edhe ka vazhdu, bile te me një masë që në njëherë unë e pës veten unë jam imponues për mbranda çështjeve, por në fakt ndodhe kundërta, ajo është shumë e interesuar, ndërsa rilindja Mjelma e kanë kaluar atë fazë sikur pavarësia e tyre ka kriju një farë komfortit arritjes, që për mua është suksesi më i madh i mundshëm, sepse unë shoh dy profesionistë, dy meç në fëmijët që dikur ishin fëmijë, ishin produkti i një rritje të familjes për brenda. Ndërsa me bashkëshorten është ideja që kemi ndarë rolet e kujdestarëve. Ajo kujdeset është kujdesur me shumë mund për fëmijën, rrita e tyre e shëndetshme dhe arritjet e tyre janë rezultat i madh i saj, ndërsa unë jam marrë në pjesën e publikës më shumë, nëse mund ta quaj. Kush është më kritik ndaj teje? Fëmijët, bashkëshortja? Të gjithë nga pak, po më shumë janë për krahas, më ju thonë shumë të drejtën në gjitha veprimet që edhe vendimet që kam marrë, natyrisht edhe vendimet që i kemi marrë edhe për ta, sepse deri në vitin 2013
14 kanë qenë në Kosovë, në vendimin për lëvizur për Shtetet Bashkuara të Amerikës është marrë i përbashkët. Do të thotë vendimet kanë qenë të përbashkëta, por vendimet që kanë marrë unë që ka shkaktu mungesën, kanë qenë jashtëzakonisht përkrahës gjatë kohës. Më shumë se sa kritik, nëse mund të quaj. Më shumë se sa kritik. Gjithë e duan pavarësinë në fund. Dhe si duket të gjithë janë të kënaqur në këtë mes. Saktësisht. Kur nuk sheh zhvillimet politike, kur nuk sheh ndonjë debat, kur nuk ke takime, pune, cila është gjëja e parë në kohë të lirë që preferon ta bësh? Kopshtin edhe jam merremetues i jashtëzakonshëm i shtëpisë. Apo? Okej. Gjithmonë e gjej një rubineta, një plak me ndru, ose me vendos, ose me bo diçka në borë. Jam jashtëzakonisht aktiv në punë e vogla inxhinierike. Ndriçoj ndaj gjoa, vendosi ndaj poçtëri elektrik. Do të krejt fqit që i kam aty në Velani në herë edhe ata mërziten me punën tem, se djeble më tha njëri që kam përballë, tha, mos më kon ti me punu për çdo ditë. Tha, edhe unë tha, e kisha lënë, s'kisha bo punë si ti. Apo kërkoj ndihmë ndonjëherë? Po, fqinë sigurisht, edhe unë kërkoj për tyne, edhe ata, po mas shumë të është që ka një farë harmonie në idenë e punës, edhe po më vjen mirë që ka fillu shumë a shumë tjetë në pa ideja e për kujdesjes për mjedisin. Fatkeqësisht kemi pluhur të madh për shkak qarkullimit të madh të makinave, po shpresoj që një ditë edhe Velania do të ketë atë rrugën alternative ku makinat e përditshme nuk kalojnë në përlagje, po çështje e pritjes. Krejt në fund më erdhi tash kjo si pyetje, do ta konsideronit veten si emër të përshtatshëm për kandidaturën për Prishtinën nga radhët e aleancës? Nuk e di, është provokim, po unë me thonë drejtën për natyra jam i përditshëm edhe jam i palodhshëm, për nga natyra. Dhe unë menoj që puna në nivel komunal është për çdo ditë, në çdo sekond me qytetarin edhe me punët, sepse ligjet bëhen e zbatimi tyre merr kohë, prekja e qytetarit prej ligjeve merr edhe më shumë kohë, ndërsa në nivelin komunal ka një angazhim e impenjim jashtëzakonisht dinamik, që unë menoj që për nga natyra jam pashtu, edhe kur kam qenë zëvendës kryeministër, mundën m'ju tregu njerëzit aty që punojnë që është një farë dinamizme, por, më duhet ta them me shumë sinqeritet, unë kam mësu jashtëzakonisht shumë prej shpejtësisë veprimit tim, edhe nuk isha gut me thonë se kush në fakt do të ishte kandidati për kryetar të qytetit, kryeqytetit të Prishtinës nga Aleanca, sepse është vendim i instancave partijake, por një gjë ju garantoj që asnjëherë prej përgjegjësisë publike nuk ik, edhe unë mendoj që pa modesti në kuptimin e vërtet të udhëtimit tim politik e profesional, integriteti edhe pastërtia në kuptimin edhe financiar, edhe të raporteve me njerëzit, pavarësisht atyre pjesëve rrethanore, të fyrjeve, të sharjeve, militantizmit politik që ka ndodhur në kaluarën me qëllim të degradimit personalitetit, unë e kam jo vetëm zotim, por është përkushtimi im jetësor që të barturit e përgjegjësisë publike në pozicion publik kërkon edhe rregulla dhe kulturë dhe standarde të cilat nëse nuk i thënë ti për veten, ke të drejtë të kritikosh të tjerët. Nëse i ke thyr vet, atëherë nuk ke asnjë të drejtë që të bësh kritik ndaj të tjerëve. Më duket se sapo zbulova emrin e kandidatit për Prishtinën. Apo hodha dritë të paktën në një opsion të mundshëm. Unë mendoj që kjo është më shumë dëshira jote se sa e vërteta. Jo, nga përgjigjja që më thatë, më lart të nënkuptoj që mund të jetë diçka për cilën ju jeni gjithmonë i gatshëm, siç e thatë, por asnjëherë nuk do kisha thënë jo për detyrat publike. Sot kudo në botë që ka nevojë për e aty që mund ta jap kontributin tim, e marr detyrën me plot sinqeritet, sepse mendoj që e di çka s'di edhe çfarë ekipi do të kishte mundësi ta bënte punën atë që qytetarët e presin prej kujdo në pozicionin publik.
Ja, Bozi, faleminderit shumë që erdhe sot. Kënaqësimi i kalu këta minutat pas ditës bashk, duke kuptu më tepër për aktualitetin tënd edhe jashtë politikës. Shumë faleminderit për mundësinë. Miq, po ju lë me marketingun, ju pres pas pak.